Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës të mos shohësh mbi të tjerët, por pranë tyre. Njeriu në natyrën e tij shpesh sprovohet me ndjenjën e përësisë ndaj të tjerëve. Kjo ndjenjë, e cila buron nga egoja dhe vetkënaqësia, e largon njeriu nga e vërteta e thellë e krijimit, se të gjithë njerëzit janë të barabartë para Allahut dhe dallohen vetëm me devotshmëri. Islami nuk e edukon njeriu që të shohë të tjerët nga lart, por që të qëndrojë pranë tyre me porulsi, dashuri dhe drejtësi. Ky parim nuk është një normë morale, por një themel i fortë shpirtëror dhe shoqëror, i cili garanton harmoninë dhe zhvillimin e një shoqërie të shëndosh. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: "Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që është më i devotshëm." Ky ajet erozon çdo formë arrogancë dhe superioriteti artificial, duke vendosur vlerën e njeriu në pozitë, pasuri apo prijardhje, por në moral dhe përkushtim ndaj Allahut. Nëse njeriu e kupton këtë realitet, ai nuk ka si ta shoh veten mbi të tjerët, por do ta shoh veten si pjesë të një bashkësie ku secili ka vlerën dhe dinjitetin e tij. Profeti Muhammed ka thënë: "Nuk hyn në xhenet ai që ka në zemrën e tij qoftë edhe një pikë ose grimc mendjemadhësie." Kur njeriu e sheh veten mbi të tjerët, ai në fakt largohet nga mëshira hyjnore, sepse Allahu e do porulsinë dhe sinqeritetin. Në jetën shoqërore, njeriu të mos shoh mbi të tjerët, do të thotë të ndërtojë marrëdhënie mbi bazën e respektit dhe të mirëkuptimit. Sociologët theksojnë se shoqëritë më të qëndrueshme janë ato ku ekziston barazia sociale dhe ndjenja përkatësisë. Kur individët ndihen të barabartë dhe të respektuar, ato kontribuojnë më shumë për hir të mirës së përbashkët të tyre. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Njerëzit janë dy lloj, ose vëllezërit e tu në fe, ose të ngjashëm me ty në krijim." Kjo fjalë është një nga parimet më të thella të etikës islame, sepse kjo fjalë zhduk çdo arsye për përçmim apo arrogancë, sepse çdo njeri në këtë botë, pavarësisht besimit apo statusit të tij, meriton respekt dhe drejtësi absolute. Nga këndvështrimi psikologjik, mendjemadhësia shpesh është një mekanizëm mbrojtës që fsheh pasigurinë e brendshme. Njerëzit që ndihen të dobët brenda vetes, përpiqen të duken më të mëdhenj duke ulur të tjerat. Por Islami e shëron këtë sëmundje, duke i lidhur njeriu me Allahun, duke i dhënë atij siguri të brendshme dhe qetësi shpirtërore. Allahu thot në Kur'an: "Bismillahirrahmanirrahim", mos ec në tokë me mendjemadhësi, sepse ti nuk mund ta çash tokën dhe as të arrish lartësinë e maleve. Ky ajet është një kujtesë e fuqishme për kufizimet e njeriut, se pavarësisht arritjeve të tij në këtë botë, ai mbetet një krijesë e vogël përpara madhështisë së krijimit. Në aspektin ekonomik dhe social, të mos shohësh mbi të tjerët nënkupton ndjeshmërinë ndaj nevojtarëve dhe drejtësinë në shpërndarjen e burimeve. Një shoqëri ku të pasurit e shohin veten mbi të varfrit, është e destinuar ajo shoqëri që të dështoj, ndërsa një shoqëri ku ata qëndrojnë pranë të varfërve, duke i ndihmuar dhe i respektuar ato, është e bekuar dhe më e qëndrueshme. Imam Huseini në qëndrimin e tij në tokën e Kerbelas ishte mësimi më madhështor që mund t'i jepte njeriu për dinjitetin njerëzor. Ai nuk e pa veten mbi të tjerët si nipi i profetit Muhammed, por ai sakrifikoi çdo gjë dhe gjithçka dhe jetën e tij mbi të gjitha për të zgjuar njerëzit nga padrejtësia. Një nga këndvështrimet shkencore dhe sociale për temën e ditës së sotme është barazia dhe porulsia, të cilat kontribuojnë në rritjen e mirëqenies kolektive. Studimet tregojnë se shoqëritë me nivel të lartë empatie dhe bashkëpunimi kanë më pak stres social, më pak krime dhe më shumë stabilitet. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është modeli ynë në këtë umet, sepse ai jetonte mes njerëzve si një prej tyre. Profeti nuk shihte veten si i dërguar i Allahut, por ishte njeri si të tjerat. Ai ulej me të varfrit, dëgjonte hallet e njerëzve përreth tij dhe nuk kërkonte privilegje.
Ky model profetik është standardi që çdo besimtar duhet të ndjek. Dhe në fund të temës së ditës së sotme, do doja të thoja se tema të mos shohësh mbi të tjerët për pranë tyre është një udhëzim hyjnor që pastron zemrën dhe rregullon shoqërinë. Është një rrugë që kërkon për ulësi, devotshmëri, vetëdije dhe përkushtim të plotë, por që shpërblimi i saj është edhe më i madh se këta, sepse shpërblimi është afërsia me Allahun, kënaqësia e Tij dhe dashuria e njerëzve për ty. Allahu na bëft për atyre të cilat të ndjekim këtë rrugë të palëkundur, dëgjojmë fjalën e Tij dhe zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme, dhe qofshim për atyre njerëzve të cilat të tjerët na duan, na respektojnë, dhe njëkohësisht ne i duam dhe i respektojmë të tjerët. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.